Bismillahirrahmanirrahim. Në një emision kontaktues, të ke një pyetje të cilës dëgjuesit duhet t'i përgjigjeshin. Ai i cili përgjigjej i sakt do të merrte një shpërblim me shumë caktuar të parash. Pyetja ishte kjo. Nëse në një anije të vogël ndet janë 4 persona, është mjeku, është profesori, është inxhinieri edhe ushtaraku. 4 persona, edhe në këtë rast fillojnë dallgët e detit edhe ngritën, domethënë krijon probleme në anije dhe nuk ka vend për të gjithë. Njeri patjetër duhet me sakrifiku veten e tij për me shpëtuar të tjerët për shkak të peshës madhe që ka anija. E pyetja ishte cilin mendoni se duhet me hudh në ujë. Për shkak të çmimit, domethënë që ishte një shumë majme e të hollave, disa apo shumë njerëz dhanë mendimet e veta, gjithë secili bazojnë në aftësitë e veta shkencore dhe jepte zgjidhje sipas tij shkencore. Njëri thoshte se duhet me hudh ushtarakun për këtë arsye, tjetri thoshte duhet patjetër me rujt profesorin, se profesori është ai që jep mësim edhe mjekut, edhe ushtarakut, edhe inxhinierit. Ai tjetri thoshte jo, duhet me rujt mjekun sepse këta kanë nevojë për mjekun. Mundoheshin domethënë me dhënë nga përgjigjet nga më të ndryshmet, gjithë secili me aftësitë e veta. Mirë, asnjëri nuk të jepte përgjigjen e saktë. Domethënë gjithmonë ishte përgjigja e gabuar, gabim, edhe njerëzit fillun me u tërheq, domethënë edhe pse ishte shumë e majme e të hollave, por fillu me një farforme me humbi shpresën edhe me u demoralizu se si duket mos janë duke bë hajgare këta me këtë emision, me këtë pyetje që kanë bë. Edhe në ato qaste i vjerani, paramendon, fillim nuk ishte mundësi me marrë lidhje, ose duke me prit, domethënë minuta të tërë derisa vinte radha për me hyrë lidhje njerëz të caktuar, pastaj u ndalën të gjitha telefonatat edhe nuk po telefonon askush. Në ato qaste i teket një fëmis 6 vjeçar, vajzë 6 vjeçare me telefonu. Thot, a është filan emisioni? Thot, po. Thot, unë ndeshta me dhanë përgjigjen time. Normal se ata do të sigurt kanë buzëqesh edhe ata që kanë qenë duke ndëgjuar emision apo duke përcjell emisionin, por edhe udhëheqësit e emisionit po mendoj që e kanë paragjykuar ndoshta ose kanë menduar se nuk do t'ja qelloj, por ja që vajza ja qellon. Çfarë thot vajza? Thot vajza, nuk është më rëndësi a do ta hudhim mjekun, a profesorin, a inxhinierin, a ushtarakun. Thot, gjithsesi duhet ta hudhim atë i cili është më i trash në peshë, më i rand. Pra personin i cili është më i rand duhet me hudh. S'është më rëndësi. Pse? Sepse thot kjo është zgjidhja më e mirë për arsye që më shpëtu, më u letu anija atë sa ka nevojë. Cili është mesazhi i këtij tregimi? Mesazhi është e para, shpesh zgjidhjet janë të lehta, por neve gjithmonë na shkon mendja ka e vështira. Shpesh disa punë mund me i bë kollaj, mundemi me i zgjidh kollaj, po ja që prekupimet e panevojshme na lënë ndoshta gjithë natën pa gjumë çuç do t'ja bëj nesër, çuç do ta zgjidhë këtë problem, kur çohet nesër, problemi vetë se është zgjidh. Domethënë është aq i lehtë. Gjithashtu, domethënë njerëzit shpesh e kanë problem, e kanë zënë me dal prej zanatit, prej profesionit vet. Edhe mendojnë vetëm nga profesioni i tyre, tash normal se ata që kanë dhënë përgjigje, secili nga këndi i vet. Ka herë duhet me mendu edhe si tjetri, me mendu jashtë atij katrorit ose kubit ose kandit tan, po me mendu edhe pak më ndryshe, domethënë shpesh zgjidhjet janë të lehta, por njerëzit i mendojnë vetëm ato më të vështirat. Ky është mesazhi domethënë i këtij tregimi që po ashtu prej dobive të tregimit është që ndodh që dikush ndoshta shumë i mençur mos më kujtu diçka shumë e thjeshtë që do të ishte për të qesh se si një fëmijë 6 vjeçar ja qellon përgjigjes ose e din përgjigjen ku njerëz të mençur nuk e kanë ditë, edhe normal se e meriton atë shpërblim i cili është caktuar në atë emision. Pra, të kemi kujdes në këtë pikë, lutë Allahun azza që të na bëjë larg pamse të shohim nga shumë këndë. Walhamdulillahi rabbil alamin.